Mirë të ndëruar teleshikues, në rikthehemi sërish në studion në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës. Për gjatë minutave në vim do të ndalemi tek të gjitha zhvillimet kryesore politike të cilat vijnë nga Kosova dhe ngërçim politik i cili është krijuar po në Kosovë, duke patur parasysh që ka dështuar për herën e 39 konstituimi i përbërjes së 9 parlamentare të Kuvendit të Kosovës. Ka qenë vetë kryeministri i Kosovës, zoti Albin Kurtja, i cili ka kryer vetëm disa ditë më parë disa takime me krerët e partive politike në Kosovë, ndërka gjykata kushtetuese i ka lënë hapësirë dhe kohë 30 ditë për zgjedhjen e kryeparlamentarit të ri, çka do të thotë dhe më pas hapja e rrugës për krijimin e institucioneve të reja. Vjosa Osmani, nga ana tjetër presidenti i Kosovës, është duke u përgatitur për të takuar po ashtu krerët e partive politike të vendit. Thjesht jemi duke pritur atë se çfarë do të ndodhë, duke patur parasysh 39 dështimet e politikanëve në Kosovë. Këto e shumë të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë me kolegun Faton Mehmeti, i cili bashkohet në këtë momente në një komunikim të drejt për drejt. Faton, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Faleminderit juve për ftesën, përshëndetje. Faton, për hir të së vërtetës, ne kemi diskutuar disa herë këtë çështje dhe ndonjëherë duket dhe është bërë dhe është kthyer në qesharake që ata personazhe të cilët kanë marrë votën janë besuar nga qytetarët e vendit për të krijuar ligje për mirëqenien e vendit dhe zhvillimin e vendit, bëjnë të tilla lojra duke çuar në dështime pas dështimi. 39 seanca të cilat nuk zgjatin më shumë se 10 minuta, mbyllen, dhe kjo për shkak se kryeministri i vendit Kurti ka vendosur dhe nuk heq dorë nga kandidatja e tij zonja Albulena Haxhiu. Një votim të fshet, Kuvendi dhe palët e tjera politike nuk e duan dhe vijojmë me të 39 herë dështimin e radhës. Po, të kujtojmë që me 12 maj Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka dërguar në gjykatën kushtetuese kërkesën për interpretim lidhur me kërkesën e vetëvendosjes për votim të fshet. Dhe gjykata kushtetuese smundi para 4 ditësh ka kthyer përgjigjen e cila realisht më tepër ka kriju konfuzion se sa ka kriju ndonjë zgjidhje, po themi, në kuptimin që nuk është se ka ofruar ndonjë zgjidhje, vetëm ka interpretuar atë kërkesën e Aleancës e cila vetëm ka rifut vendin në një amulli, po themi kështu, po pa dhënë ndonjë zgjidhje. Kujtojmë aty dy nene të cilat gjykata kushtetuese i cek më tepër, pra neni 67 dhe 74, në të parin gjykata kushtetuese pra i jep të drejtë, rikonfirmon që se partia e parë këtë rast vetëvendosja ka të drejtën për ta propozuar kandidatin për kryetar të kuvendit, mirë po aty edhe ceket që gjithë duhet të votohen edhe nën kryetar edhe tjetë sa më shpejt kjo. Në të dytën gjithashtu e bët thirrjes secili deputet që ta jep kontributin e tij në mënyrë që të i kalohet ky ngërç dhe siç seket aty tekstualisht që për të mirën e Kosovës duke u bazuar në praktikat e mëhershme. Gjë që në këtë rast nuk po ndodh për shkak të kryenësisë së liderëve të partive politike. Siç e ceket edhe jo, Albi, ne kemi bërë disa intervista më herët ku unë prapë vazhdoj të qëndroj në atë se Albin Kurti është interesuar që vendi shkojë në zgjedhje të parakohshme. Prandaj edhe ka propozuar një kandidate duke thyer gjitha rekordet për 39 herë, një kandidate e cila ai e di shumë mirë që nuk i merr votat e opozitës dhe pa votat e opozitës është e pamundur që të zgjidhet për shkak se vetëvendosja edhe pse është partia po nuk është se i ka 61 numra të saj. Në këtë kuptim, Albin Kurti edhe tek vetë kandidatja Faton, a kemi të paktën një reagim nga zonja Haxhiu? A kemi një reagim që
që shpreh atë se çfarë mendon për këtë situatë dhe refuzimin për 39 herë radhazi, se normalisht një person kur refuzohet për 39 herë ose dorëhiqet ose nuk del më në skenë. Zonja Haxhiu ka në intervistën e saj të fundit, i është përgjigje po kësaj pyetje që bët edhe jo. Ajo ka thënë që unë do të të rriqem nëse në raundin e po në votim të fshet nuk i marrë 61 vota, pra votat e mjaftueshme. Edhe ajo e ka vu si kusht, pra që të shkohet në votim të fshet, në të cilën gjykata kushtetuese e revokon si çështje për interpretim. Pra, nuk ose jep shumë të drejtë kësaj duke mos dhënë as po as jo, pra e ka lënë ambulli çështjen e votimit fshet, duke lënë mundësi të interpretimit të ndryshëm. Gjë që vazhdimisht po e kërkon vetëvendosja, e cila sipas saj ka disa deputet të opozitës të cilët në votim të fshet do ta votonin zonin Haxhiu, mirë po publikisht nuk kanë guximin për ta bërë një gjë të tillë për shkak të pasojave që mund t'i kenë nga vetë partia ku ata janë. Kështu i është përgjigj zonja Haxhiu, pra edhe pyetjes që ju e parashtruat, po që i është bërë nga mediat këtu në Kosovë. Në këtë kuptim, duhet të thënë që zonja Haxhiu ka hyer gjitha rekordet botërore, duke u kandiduar për 39 herë, edhe kjo është më tepër lojë e kurtit edhe papjekoria e opozitës, e cila nëse do ta votonte zonin Haxhiu, njeriu më i palumtur do të ishte vetë Albin Kurti, për shkak se do t'i dështonte strategjia e tij për ta çuar vendin në zgjedhje. Faton, si është të lexuar në Kosovë deklarata apo qoftë edhe reagimi i gjykatës kushtetuese sa i takon një zgjidhje të këtij ngërçi politik? Gjykata kushtetuese i ka dhënë 30 ditë afat ose 30 ditë kohë ndryshe në mënyrë që kuvendit të konstituohet, të krijohet institucionet e reja të zgjidhet kryeparlamentari dhe gjithë çka tjetër që ka të bëjë me ligjvënien në Kosovë. Në nenin 67, si që e ka dhe më herët, aty i jepet e drejt partisë fituese dhe thuhet që partia fituese e ka obligim që t'i ftoj partitë e tjera për diskutime, gjë që zoti Kurti e ka bërë këtë duke ju referu pikrisht pra këtij neni 67, në të cilën gjykata jep partisë e rikonfirmon që partia e parë duhet jetë ajo që të bëjë hapat e parë në mënyrë që të zhbllokohet pra këngërçin në të cilin jemi. Ndërsa partitë opozitare thjesht e kanë interpretuar atë se partia e parë jo vetëm që ka të drejtën për ta kandiduar, për ta propozuar kandidatën, mirë po ka të drejtë gjithashtu ka dhe përgjegjësi krahas saj që ta gjejë vetë zgjidhjen. Pra ata ja faturojnë partisë parë duke i thënë që gjykata të ka ngarkuar me një përgjegjësi në të cilën ju duhet të ofroni zgjidhje. Në anën tjetër zotri Kurti po thotë që ne po ofrojmë zgjidhje dhe që gjykata kushtetuese nuk ose e përcakton personin në të cilën ata duhet të kandidojnë. Pra ata thonë që është përgjegjësia jona dhe ne këtë të dëshirojmë mund ta kandidojmë. Përveç nëse kandidatin fjalë ka vepra penale ose është ndaluar për shkak të sanksioneve ligjore. Në të kundërtën, pra në këtë mënyrë është lexuar nga të dy kampet, po themi, në kampin e mazhorancës dhe të opozitës. Por gjykata kushtetuese në afatin 30 ditor nuk ose ka përcaktuar se çfarë mund të ndodhë pas 30 ditë. Pra pyetja retorike do të ishte çfarë nëse nuk konstituohet për 30 ditë, çfarë mund të ketë pastaj. Pra duhet dërgohet edhe një herë pra në gjykatën kushtetuese një interpretim tjetër, pastaj për të dalë me një njoftim tjetër. Kështu që e gjithë kjo situatë e leverdis më tepër zotit Kurtit, i cili është interesuar që me 12 tetor të realizojë edhe zgjedhjet nacionale krahas zgjedhjeve lokale që vetëm se janë përcaktuar nga presidentja Osmani që të mbahen. Dhe gjithë kjo loja e zotit Kurti është kjo pra që të shkohet në të dy palë
zgjedhjet për një herë, sepse ai dëshiron të forcohet në nivelin lokal, ku dihet që i ka vetëm 3 komuna nga 38 komuna të Kosovës, pra i ka vetëm 3 komuna që vetë vendosja i udhëheq. Dhe zotri Kurti është interesuar që të përfitoj edhe në aspektin lokal në frymën e zgjedhjeve nacionale për ta forcuar edhe pozitën poshtë, po themi, sepse zotri Kurti di që është po flasim këtë gjuhën popullore i fortë, është vetëm në qeverimin po poshtë, po themi në zgjedhjet lokale, në teren, nuk ka njerëz dhe prandaj vetëvendosja nuk po mundet aq fort me kriju profile të ndryshme, profile të forta nëpër komuna, në të cilat zotri Kurti synon që ta përforcojë pushtetin e tij edhe në nivelin lokal dhe me çka ai synon që të jetë gjatë në pushtet. Por gjithë filozofia e tij është kjo, pra që sa më gjatë qëndroj pushtet, mirë po për ta bërë këtë duhet në nivelin lokal të forcohet. Dhe duke bërë frymën në të cilën zotri Kurti gëzon reputacion jashtëzakonisht të madh në zgjedhjet nacionale, dëshiron që po themi me një frymë të përfitoj në të dy palë zgjedhjet. Dhe tjetra dihet që zotri Kurti synon që të çojë në shkrirje Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, të cilat bashkërisht vetëm fol bashkëpunime që kishin arritën të kalonin pragun. Duke shkuar vetë gjithë parametrat janë që këto dy parti nuk do të mund në asnjë mënyrë të kalojnë pragun, me çka zotri Kurti synon që ato vota në një mënyrë ose në tjetër të përfitojë vetë. Faton, mbetemi tek zoti Kurti, ai i cili ka kryer disa takime me krerët e disa prej partive politike në Kosovë, sa i takon çështjes së konstituimit dhe zgjidhjes së problemit dhe krijimit të institucioneve të reja në vend. Çfarë kanë prodhuar këto takime dhe më konkretisht me cilet krerë është takuar zoti Kurti? Është takuar me zotrin Abdigjiku, me zotrin kryetarin e LDK-s, kryetarin e PDK-s, ka qenë edhe kryetari Nismës aty zotri Limaj, edhe ka qenë edhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, dhe ky i fundit zotri Haradinaj ka thënë që nuk do të shkoj në këto takime. Dhe më fleksibel gjithë për këtyre liderëve ka qenë zotri Limaj, i cili ka ofruar gjithë kapacitetin e tij, edhe përkundër faktit që i ka vetëm 3 deputet, ka lëviz dhe ka thënë që ne mund të mos marrim fare pjesë në qeveri, ne jemi të gatshëm për ta dhënë votën tonë, mjafton vetëm të ketë një marrëveshje në mënyrë që dilet nga ky gësh. Ndërsa dy partitë e mëdha kanë qëndruar po në pozicione që i kanë përcaktuar qysh më herët. Zotri Abdigjiku fillon pro qëllimi i tij është që në mënyrë qëllimi i tij është që vetëvendosja dhe PDK të bën bashkë në mënyrë që të mbetet si opozitar i vetëm dhe në që zgjedhjet e ardhshme pastaj të përfitoj. Në anën tjetër, zotrit Krasniqi nuk i ngutet për shkak se sondazhet këtu flasin se nga gjithë kjo situatë ngritja ka vetëvendosja pak a shumë, por më shumë të duhet del fituese PDK-ja, cila ka ruajtur edhe elektoratin e vet, mirë po ka përfituar edhe më tepër elektorat. S'po sondazhet kështu japin duke ditur vetë zotri Krasniqi është më i rehatshëm në gjithë këtë hapësirë të kësaj state që është krijuar. Ndërsa zotri Limaj tregu fleksibel për shkak se ai i friksohet shkurjes së zgjedhjes, sepse e di që e ka më të pamundur që futet në kuvend dhe njeriu që më shumë t'i friksohet zgjedhjeve është po zotri Limaj dhe zotri Abdigjiku, i cili sipas sondazheve ka rënje për shkak të disa akuzat që kanë rrjedhur edhe vetë brenda grupit parlamentar të LDK-s, ku akuzojnë njëri tjetrin për shkak për blerje të votave etj, edhe duke mos e pranuar ftesën e zotrit Kurti, gjë që një pjesë elektoratit madh të LDK-s e dëshiron. Zotri Abdigjiku ka rënje në këtë kuptim. Në këtë kuptim ai e ka ofruar mundësinë e tij dhe e ka synuar po themi për më mirë qëllimin e tij që bashkërisht zotri Abdigjiku dhe zotri Kurti të lidhin koalicion në mënyrë që
ai të del më faqebar para elektoratit. Mirëpo, kjo është pak a shumë, albe kjo është fryma në cilën është zhvillu ky dialog, ndërsa ky zotri Kurti ka qenë shumë i qetë, pavarësisht se është mundu të aktroj para duket sikur nuk e shqetëson absolutisht as pak kjo situatë që është duke ndodhur. Sepse situata po zhvillohet konform strategjisë së tij. Ai thjesht para gazetarëve thjesht aktron sikur gjë është interesuar, por realisht ai nuk është interesuar. Njeriu që më së paku është interesuar është zotri Kurti, pra, sepse ai për arsye që i ceku më herët që pa që nevojë të përsërisim. Po ai është njeriu që po i shkon strategjia atij në fund. Kjo fol pa pjekurisë opozitës, e cila duke ditur se edhe gjykata kushtetuese në vitin 2018 kishte vënë drejt partisë parë që është vetmja partia parë që ka drejt të kandidoj personin për kryetar kuvendit, duke mos qenë shumë e vëmendshme, ajo po i mshon, po themi fort vetvetes, në kuptimin që nuk po arrin të kuptoj se situata po shkon në disavantazh saj. Ata u zhdorë sysh në rundin e parë ta votojë zotin Haxhiu dhe jam i bindur që zotri Kurti do të kapitulonte në kuptimin që nuk do ta kishte shumë vështirë për ta përgjetur aleat. Dhe kështu që tashmë do të ishin të konsoliduar institucionet edhe me zotrin Kurti shumë e gjasë në opozitë. Po duke qenë e papjekur opozita dhe duke pasur inatët edhe në mes vete, brenda vetës, ata nuk po arrin, si me thonë, të keni qëndrim të qartë se si dilet nga kjo start. Ata vetëm akuzë bëjnë është ndaj zotrit Kurti, duke thënë që ti ke fituar votat si partije parë dhe ti ke drejtën për ta bërë hapin e parë për ta zhbllokuar statën, por po harrojnë që gjykata kushtetuese edhe atyre gjithë deputetëve me pak fjalë ju ka të rikujtu obligimet e tyre që rrjedhin nga të qenurit deputet që du t'japin kontributin e tyre. Gjë që nuk po e bëjnë deri më tani. E qartë. Faton, dua të ndalem pak në një tjetër zhvillim që lidhet të përngusht me Kosovën dhe më konkretisht me veriun e saj, dua të flas pak për ngjarjen e Banjskës. Së fundmi Kurti ka kërkuar që autorët e asaj ngjarje t'i dorëzohen autoriteteve në Kosovë, pasi dyshohet se tek protestat e cilat janë duke u zhvilluar në Serbi, pamjet filmike kanë kapur personazhe të cilët mund të kenë qenë pjesë, ose dyshohet të kenë qenë pjesë e sulmit të organizuar nga ku humbi jetën edhe i ndjeri efektivi Afrim Bunjaku. Si qëndron e vërteta, çfarë qëndron pas kësaj deklarate dhe a kemi patur reagime, Faton? Po, të kujtojmë që para 2 ditësh është organizuar festa e Vidovdanit, pra siç njihet betejë e Kosovës e vitit 1389, ku serbët vazhdimisht e festojnë si fitore, ndonse në atë luftën mes ballkanazëve dhe Perandrisë Osmani, ishte Perandria Osmani ajo që kishte fituar, por serbët gjithsesi e lidhin këtë me mitologjinë se ai është vendi i shenjtë serbëve dhe prej aty është Gjeneza etj. Pra këse fantazirat e tyre, po ishte e vërtet që në Vidovdan ishte përgatitur që të ketë një tejkalim të situatës në mënyrë që Vučići të shpërndante fokusin prej protestave në Serbi. Dhe di që njerëz të cilët ishin përgatitur për të bërë sulm në Vidovdan ishin njerëz të Radojčićit, prandaj Ministria e Brendshme kishte organizuar disa bastisje ku janë gjetur armë shumë të fuqishme në veri para pak ditësh, dhe cilat me gjasë ende nuk është një konfirmim zyrtar nga Ministria, mirë po sipas gjitha gjasave ishte paraportë që të ketë një sulm nga persona të caktuar që lidhen me Radojčićin dhe cilët kishin synuar që të zhvillonin kështu një shërbim ndaj Vučićit duke e shpërndar vëmendjen prej protestave atje. Fakti që kjo nuk arrit dhe Ministria përmes policisë kishte reaguar shumë shpejt, kishte zbulu një arsenal të madh armësh, ai
dhe duke qenë shumë vigjilent, policia gjatë gjithë këtij zhvillimit me 28 të këtij muaji, pra në festën e Vidovdanit, duke qenë shumë e ashpër, policia në kontrolle e kishte bërë të pamundur realizimin e një skenari të tillë. Kështu që edhe zotri Kurti e ka bërë gjatë këtyre ditëve ka bërë deklarata të forta lidhur me këtë që po them unë, por duke qenë që kjo nuk ndodhi, atëherë shpërthyen protestat siç e po para 2 ditësh shumë të mëdha në Serbi, ku ishin njerëz të Radojqicit, ata të cilët janë në krah të Vučićit. Pra njerëz të Vučićit, të Radojqicit janë ata që cilët po i mbikëqyrin se kush janë organizatorë. Ata para 2 ditësh diku 24 persona i arrestuan në ndyshimin se janë spion dhe cilët po përgatitin për grështet. Realisht, pra gjithë mekanizmi shtetëror i Serbisë është i fokusuar pra që ta mbajë Vučićin në pushtet duke i dështuar plani A që shpërndante këtë situatë në Kosovë, duke qenë e pamundur kjo, atëherë ata po arritin të ndërtojnë hipoteza gjëja se janë disa njerëz të opozitës të paguar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Nenad Rashiqi në Kosovë, që cili është pjesë e minoritetit serb, po që bën qëndrim të fortë në favor të Kosovës. Duke qenë kështu, ata po mundohen të ndërtojnë një skenar gjëja se gjithë kjo situatë është bërë për të harxuar Vučićin. Dihet që kraj Vučićit është Radojqici, i cili kishte marrë pjesë dhe është organizatori i Banskës, prandaj zotri Kurti po kërkon që të dorëzohen gjithë ata. Mirë po kjo duket shumë e vështirë, ndodh pavarësisht se Milan Radojqici është tashmë i kërkuar në Interpol, mirë po ai nuk lëviz nga Beogradi dhe atje nuk ka se kush ta arrestoj. Kështu që në këtë kuptim Radojqici është në një farë mënyrë shefi i CIA-s, po themi kështu, jo zyrtarisht, mirë po ai është shefi i CIA-s duke me njerëzit e tij duke i vëzhguar gjithë ata studentat të cilët po organizojnë protestë për shkak të vdekjes së 16 serbëve që ndodhen para 7 muajsh, të cilët përgjithësinë studentët po ja faturojnë qeverisë dhe vetë presidentit Vučić që nuk e kanë për vdekjen e këtyre 16 personave. Por po ndalim te pyetja juaj konkretisht, pra gjithë kjo stat shpjegohet këtë kuptim që Vučići po mundohet me gjithë arsenalin e tij dhe me Radojqićin krah të terrorizojë njerëzit, të friksoj edhe gjithë ata që dalin kundër tij të nënshtrojnë në forma të ndryshme presionit publik, qoftë edhe me arrestime, gjë që ndodhin 24 persona arrestuan në ndyshimin se kanë tentuar grushtet. Pra, duke ditur këtë, zotri Kurti po mundohet me i dhënë grushtin e fundit Vučićit që me i hap sytë edhe Bashkisë Evropiane që ja kush qëndron pra në krah të Vučićit, sepse publikisht Vučići thotë që nuk takohet me Radojqićin dhe se ai nuk ndodhet as në Serbi, po e vërteta është që ai është pikërisht aty është edhe ai është njeriu që po i terrorizon gjithë studentët, po i frikson edhe po qëndron gjithë pas arrestimeve që po ndodhin ndaj personave të cilët po kërkojnë me çdo kusht largimin e Vučićit. Vučići po del të jetë më diktator si Miloševići. Kujtojmë që Miloševići vetëm 2 javë ju kishte rezistu protestave kundër tij, pas humbjes ndaj Vojislav Koštunicës, ku ai nuk ishte pranuar pra humbjen e tij, po pas presionit pas protestave 2 javore ai dha dorëheqje, ndërsa Vučići kujtojmë që prej 2018-s vazhdimisht janë organizuar protesta ndaj tij dhe ai po ju reziston për shkak se e ka një krah shumë të fuqishëm të njerëzve të këtij grupi të Radojqićit, i cili kishte tentuar që përmes Banskës ishte e planifikuar që të ndahet veriu, po fatmirësisht kjo nuk ndodhi. Faton, të falenderoj shumë që ishe sot në Fax News, si gjithmonë është kënaqësi. Faleminderit nga ime, ju përshëndes e ju dëshiroj punë të mbarë. Faleminderit. Ne shkëputemi në publicitet.